I shumë të ngarkuar secili prej nesh, kishim një peshë të madhe të armatimit, municionit. E kemi provu për një kohë me kuaj, me gomar, mirë po ata e kishin pamundur, do thot me vazhdu rrugën shkaku i borës madhe. Mëngjesin e 13 dhjetorit jemi qu edhe i kemi bo përgatitjet e fundit për më nisë për Kosovë. E kemi hongër pak mëngjes. Kanë ardhur disa të qytetarë Shqipërisë që i kishin kontaktu me kuaje, me gomar, për me na ndihmu, për me bartë armatimin deri në vijën kufitare, edhe jemi bon gati me unisë për Kosovë. Edhe prej atij momentit ka qenë 13 dhjetori, ora rreth 9:30 të mëngjesit, është marrë urdhën nga komanda logjistikës që me marrë rrugën për Kosovë. Pjesë atij grupi kanë qenë Muj Krasniqi, komandant Kapuqi, kanë qenë Rifat Mziu, Qenaj, komandant Drini, e shumë e provë të ushtrisjen parë Kosovës, edhe luftetarë të cilët e kishin një përvojë në ballafaqim me forcat armike, sepse kishin marrë pjesë edhe në shumë betejë në Kosovë. Edhe jemi nisë do thot për me kalu pjeshkën e Pashtriut, e përmenda më herët ka qenë Kacari madh, bore madhe, i shumë të ngarkuar secili prej nesh, kishim një peshë të madhe të armatimit, municionit. E kemi provu për një kohë me kuaj, me gomar, mirë po ata e kishin pamundur, do thot me vazhdu rrugën shkaku i borës madhe, edhe kështu që kemi vendosur që krejt atë municion, krejt atë armatim, prap ta kthejmë edhe ta bartim, do thot vetëm për Kosovë, edhe kemi vazhdu rrugën gjithë ditën, sepse bjeshk kanë qenë të vështira, terreni i vështirë, bora madhe, acari madhe, na ka marrë kohë shumë edhe na është dashur të ditën me rrugtu për me rrinë në majet Pashtrikut, do thot tek një vend që quhen Stanët, sepse aty kishin qëndruar disa ta cilët do thot majnë dele, si edhe kanë qëndruar në Stanë. Edhe kur kemi rrinë aty, është majet Kodrave, ishte erë fort, ishte ftoftim madh, ishim pak djersitur shkaku i rrugës, sepse terreni pa përshtatshëm edhe kemi ecë pa u ndalë. Shumë pak kemi bo pushime rrugës, nuk kemi arrit me bo. Aty jemi mundu se kemi pas ka një pjesë bukë edhe dikush e ka pas në i peshktuna, dikush në i pashtet. Jemi përpjek me hongër bukë edhe me pushu pak mirë, po acari ma nuk na ka lënë me nejt me qëndru gjatë aty, nashta 10 minuta, 15, nuk muj me ditë saktë sa kemi qëndru aty, edhe është më vendim me vazhdu rrugën për me kalu kufinin edhe me u fut në Kosovë.